pjesa e terrenit ndihmës po renovohet, po ndërtohen edhe planifikohet me ndërtu edhe 2 terrene, fusha ndihmëse, na nevojitet ende njerëz në reorganizim që jemi në diskutime si për sot ndeshjen e kanë përcjell edhe pronar gjerman, të cilët kuptohet janë vazhdimisht me neve, edhe është një mobilizim i tërësishëm, është vërtet që ka qenë shumë e kohë e shkurt me komponu ekipin. Por që e ardhmja nuk diskutohet, aty në asnjë moment, unë mendoj që plus kemi publikun më të mirë. Dini çfarë publiku, unë jam në asnjë terren nuk më ka ndodhur pjesën perëndimore kur vjen publiku në mënyrë më të kulturuar njerëzit që e mbështesin klubin në mënyrë më të sinqertë të mundshme, pa asnjë shamje, pa asnjë ofendim. Nuk po flas për ultra tifozët të cilët kanë rivalitet për shembull me grupe të ndryshme, edhe pse tifozët e Drenicës nuk kanë hasmëri me kërkon, janë tifozë të zashëm që mbështesin klubin, që kjo është me rëndësi sinqert, edhe të gjitha kushtet janë që Skenderaj në këtë moment është ndoshta fatkeqësisht, apo s'dim çka më thon, sepse Mitrovica i ka 2 ekipe si pjesa e regionit në ligën e parë. Drenica, Bushtria gjithashtu. Më hek Drenicën edhe Dugaxhinin e Klins në atë pjesë të regionit, nëse mund të themi. Kemi vetëm as Peja nuk është në ekip në ligën, as Vllaznia, as Gjakova. Domethënë jemi në atë region të cilët po mundohemi me u konsolidu, nuk është që s'kemi probleme, unë po e pranoj që na vijnë ende komponim, na vijnë ende punë shumë e madhe në fazat e ndryshme të lojës, por duhet tash këto pjesë me i menaxhu mirë, me ndërtu karakter, sepse çdo humbje, çdo thymbje, mas 3-2, 4-3 është një thymbje të cilin duhet së bashku me lojtarët. A kemi problem nga presidenti Patën Seferi, ne po duhet më marrë me shumë gjëra që janë bazike dhe etike që lidhen me stadiumin, por jemi shumë më mirë se sa kem pas mundësime të qenë. Investimet tona janë në të gjitha drejtimet. Faton Seferi është zavec presidenti i klubit. Do thotë, për gjitha investimet, edhe se për këtë infrastrukturës sportive në stadium, jemi të fusha në Bajram Aliu, është në nivel më të mirë ndoshta që ka qenë ndonjëherë. E ka qenë për terrenin. Është edhe tribunat janë shumë clean, janë shumë pastër. Nuk ka tribun me karika më të pastër që priten mysafir, gjitha janë të pastruar para çdo ndeshje në nivel më të mirë të mundshëm. Domethënë, unë mendoj që është i vetmi stadion që në atë mënyrë mirëmbajtur. Keni me met ligë si vjeta ki. Prioriteti është sigurisht prioriteti është mbetja në ligë, por nëse na ofrohet mundësia me lutë në Evropë, sigurisht investime shumë të mira. Kanë marrë një trener që është kampion shumë fish. Që investimet e rikthehen të me lojtar ko gjatë mirë, për çfarë apo du me thonë. Çdo gjë është e lidhur me kohën. Çdo gjë është e lidhur me kohën. Domethënë është kohë shumë e shkurtë, është edhe kur brenda fatit të shkurt është shumë vështirë me komponu ekipin. Na kemi hinë me 2 ndeshje provuese me ekip. Një kemi luajtur me Istogun edhe nuk po më kujtohet, duket Rami Sadiku, janë ndeshje provuese. E tash hinë kampionati, dini sa ndeshje do të më pas një ndeshje një ekip. Do të më pas 10 ndeshje. Minimumi është 10 deri 15 ndeshje miqësore. Po si ishte gjendja e fushës së Paraziti po ti fsat? Unë mendoj se në gjendje të shiut ishte fushë e mirë për lojë, nuk diskutohet. Unë po mendoj që